Përshëndetje YouTube-i, mirë se erdhët në kanalin tim dhe mirë se erdhët në një vlog të ri. Sot do nisim një vlog të ri sepse e zjata i qik si shumë. Kam një 2-3 ditë që e kam hedhë vlogun e fundit dhe akoma s'kisha nis të filmoja. Po me qënë se tani hipan makinë dhe kam përshku te doktori im këtu në Durrës ginekologu, se ka i shkoj çdo 2 javë, ju kam thënë, dhe inshallah zot po e shohim sot çunin me 3D, ja shohim fytyrën tamam, se kam pa deri tiku, po ka një pozicion që sikur më qifet dhe nuk e shohim shumë mirë, po do zot e shohim sot. Dhe në rast se do dali, patjetër që do bëj video dhe ja u tregoj. Po doja në fakt t'ju tregoj çik edhe këtë blerjen e fundit që kam bërë, që merri dje. Është nga Kiko. Ka kushtuar 12.000 lekë, me që është këtu. Dhe është ky versioni që vjen bashkë me varsen e vet. Vetë varsja këtu tek shkëlqyesi, prit. Dhe mund ta varësh tek çelësat, ta kesh për shembull për kollaj. Ta marrë gjitha ne me vete. Unë nuk besoj se e bëj këtë gjë, se nuk du t'i rëndoj shumë çelësat, se kam çelësin e shtëpisë, çelësin e garazhit, çelësin e makinës, çelësin e asajt që kam si tip dollapi jashtë e shtëpia që fusin këpucët, edhe i vjen të më bëhen shumë çelësa, po që si ide është shumë ide e bukur. Ka këto 2 të varurat, kishte edhe një kë që do ishte shumë e bukur për mua, kishte edhe një kë të varur, po e këputi odi, edhe ngeli vetëm kjo buza dhe kjo zemra, po që kanë dhe një tringëllim të bukur këto, dhe me që unë nuk jam ly, ta provojmë bashkë. Unë i kam shumë qef këto të Kikos, janë nga të preferumet e mia. Pas ka një aromë si vanilje. Dita ti ka kështu në shkëlqim si lejla, si boqe dhe let, si ngjyrë Barbie kështu, shumë e bukur. Dhe mendoj në shumë mundësi këtë ta lej këtu te makina ta kem. Pavarësisht se i kam një 2 këtu te makina, po me shumë mundësi do t'i hedh, se kanë kohë që rrin këtu dhe nuk është mirë se mund t'i ketë kap dielli dhe prishen. Kështu që po i zëvendësoj tani dhe po i lej këtu. Unë po pres t'vi mami. Kam nesë qik makinën, të ngrofet një qik, vi mami dhe të nisemi. Me shumë mund që të shkoj qik dhe të Rosmani, sepse kam për të ble një set nga këto pakot e mlaja të letrave të lagura, të ja qoj të kopshti odit, se më kërkoj edukatorja. Dhe do ndaloj dhe në një farmaci se du të blej ilaç robash për bebe, për roba bebesh, se do filloj të laj tani robat e çunit vogël, që avash të merrem me valizhën e maternitetit. Po gjithsesi, kur t'jetë gati valizha e maternitetit dhe kur të bëj ato përgatitje, normale që do bëj një video enkas për këtë gjë, se e di që ma kërkoni shumë dhe e prisni shumë. Po e thoja, nuk besohet që erdhi koha që unë të bëj valizhen time. Më duket sikur para një muaji ishte ai momenti që bëm gati valizhen e maternitetit Kesit, se di se si hikan ditët, mujët, vitet kështu, shumë e çuditshme. Më ka kap ajo periudha e emocioneve tani, se dje, tamam dje kam fillu me, si me thënë, jo me përgatitjen, po me porosit që bona tek farmacia ime preferume, që e kam aty poshtë tek lagja në plazh. I shkujta asaj farmacistes, i thash gjonat që unë doja, dhe për 2-3 ditë vinin të gjitha, se i kisha qik specifike ato që doja, dhe më kanë kap emocionet, sinqerisht. Dhe o zot faleminderit, këto ko po ikin shpejt, sado që muji 8 cilësohet si muji më i vështiri, sikur zjat më shumë. Nga një studim që ishte bërë tregonin që mamat kishin zgjedh mujin e 8 si më ta vashtin, se zjas ka më shumë në kokë, do më thënë i binin diku te 4 jave, 3-4 dita, 4 jave, 5 ditë nuk e di zjaste muji i 8, se zakonisht muji 9 nuk është të thënë që të bëhet komplet, mbyllet komplet muji 9, se ka, unë për shumë e kam një odin mbas 1 jave që hyra te muji 9. Kështu që
kalojmë duke të muajin e 8 edhe ja hodh. Shumë e vështirë bosh pazar vetëm në këtë periudhë që jam mund tani. Dhe më thot Lori 100 herë më të shko vetëm, se shkojmë bashkë, i bëjmë bashkë. Po unë nuk e pres dot, se Lori punon deri në 5-6 masdites. Dhe janë gjëra që për shembull më duhen patjetër për, si më thënë, për sot. Gjatë tani unë do mundohem të kap sa më pak pjesë dhe mos flas shumë sepse kam shumë probleme me hapësirën tek telefoni. Sa bëj një video direkt në nxjerr atë tabelën që s'kam hapësirë dhe do t'rregoj shpejt e shpejt se ç'a mora. Që dhe pastaj të ulem dhe të fshi disa gjona
që të kem hapësirë për gjatë ditës. Atëherë, mora një vasket me lule shtryve, nga aroma dhe nga ngjyrat duket që janë të mira. I kam marrë këtu te poshtë lagje që kam thënë që është një tip mini market vetëm për fruta perime që i ka fantastike. I ka pak të shtrenjta, por që i ka të mira. Ja, edhe kjo qesja vjen era perime, tamam. Ka kungull, spes dhe karrota, sepse du të bëj një gjë vere që ne kemi shumë qef. Edhe qep, 4 qep. Një nga këto basketat e vogla me boronica. Sepse boronicat të vogla nga të tegrat kam, po s'kitë nga të muaja. Mora 2 ujë me vitamina, sepse tani që bëhet vap këto shijojnë shumë. Një pako me fasfresh. Një basket me parmigian, specat kuq, një basket me rukola, qumësht. Kam marrë nga pak gjuna se unë vetë si maj do të më thash. Mora një set kështu, një qese me mix karote dhe bidele. Mora dhe një ujë dhe një bravo modhe, se e ka shumë qefodi bravo në modhe. Tani unë po sistemoj to po i rregulloj dhe filloj avash. Nuk mund të me drekën, se dreka ka kalu këtu, të është me darkën. Mirëmëngjes YouTube. Sot është e enjte dhe sot kam ditën që do shkoj të lyj flokët dhe të bëj thonjt më në fund, mas 4 muajsh dhe flokët diku mas 2 muajsh. Dhe do mundohem t'ju marr me vete. Nuk e di se sa do filmoj sepse kam kohë pa e taku Mirsadën, atë shoqen time që unë bëj flokët dhe thonjt. Dhe më ka marrë madhe dhe e di që më shumë të merrem me muhabete, po gjithsesi nga pak do ju tregoj. Tani unë jam makinë, po pres të ngrohet pak dhe do iki të marr motrën, se do vi dhe motra me mu me gocën atje dhe do shifemi. Po mos të harroj të dy pak dhe buzët, se jam si njeri i vdekur për momentin, nuk kam asgjë në fytyrë, të paktën kem shkëlqim ke buzët. Dhe sado që rrugullohem, domethënë kur kam raste se kur dal diele kështu, sado që rrugullohem, lyhem, nuk ngjaj bukur nga këto thinjat. Më kanë dalë jashtë maste shumë. Më duket normale të dalin kaq shumë. Me vërtet jam 30 vjeçe, po nuk duket në video, në kamera, aq sa janë realisht. Ma shpifën. Dhe një gjë tjetër që më ka bezdis shumë këto kohë është fakti që më kanë dalë shumë nga këto nishanet, po ta vini re këtu ke qafa. Më pa të ndalë kur isha shtatzan dhe me Odin, në fakt. Domethënë për herë të parë që unë që mu shfaqem to ka qenë shtatzan me Odin, por më hikën diku 6 muaj mas lindjes. Ndërsa këtë herë më kanë dalë më shumë, se e shoh që po më fillojnë edhe këtu sipër të fytyra dhe po ndihem shumë keq për zotin, po më bezdisin. Dhe atë po flisa edhe me mamin shpar, me shumë mundësi mbasi të lim kismet zotit, do interesohem të marr ndonjë krem, ndonjë gjë të hiq, sepse nuk i duroj dot. Nuk janë nga këto nishane që janë thjesht në lëkurë, që janë si të ngjitura. Janë pak kështu si të nxjerrura dhe aq shumë po më bezdisin sa që nuk po shoh dot veten time, nuk e di ç'është kjo punë kështu. Më e mend që kur kam qenë shtatzan me Odin, kur isha në maternitet, që kisha kontakte për ditë me ato mamit e infermierët e kështu. Dhe njërin e pata bosh shumë shoqe dhe e shpreha si shqetësim këtë që kisha. I thash pse duhet ndalin këto? Pse pikërisht vetëm kur ngera shtatzan? Ajo më tha që është një pigment, që është ky pigmenti që na del te barku, kush është shtatzan ose kush ka qenë e din, është kjo via linea negra që quhet, që del te barku dhe po ajo ngjyrë, po ai hormon që shkakton këtë linjën, këtë vizën të barku, shkakton ka dhe nishane ose njolla. Zakonisht të dalin në fytyrë. Dhe më tha falenderoj Zotin që të kanë dalë këtu, tha,
në qafë dhe nuk ka ndalë në fytyrë, se ka shumë raste që i shfaqen njolla të zeza në fytyrë ose këto nishane që të kanë dalë ty. Kështu që më mirë në qafta se dhe i heqim më kollaj. Po nuk më mëj me janë që do më dilin dhe kjo shtazania tjetër, unë si duket e pas kam shenjë shtazania këte, dhe se e forta është një 2-3, mund kishë ngellë që nga odi, nuk po më hiknin. Nga që s'kam dash të ndërhyja me gjëna tjera që ti hiqja, kishë ngellë që nga odi. Tani mu shtun dhe këto me shtazania tjetër, po thjesht nuk po i doj dot. Po gjithsesi do t'i heq, do t'a gjej një mënyrë se nuk mahen këto kështu.